Aventurë sfiduese, por mbi gjitha shërbyese. Ditën që u nisa e kom di që do jetë e vështirë, po jo kaq e vështirë. E kom di që do ketë rreziqe, po jo kaq rreziqe. Maksimumi që kam mendu në i gjarë për rrugës, po jo më përfundu domethënë me i pikë ku në një moment domethënë në futa në rësirë dhe ishim Kroaci, ishim të rrugë të vogla, rrugë kamësore, rrugë dhish që thëmune. Edhe ishte një farë gërmine, një shkom, një 15 metra. Edhe aty e kom pa prerë farë vetën rrezik shumë. Por fatmirësisht do ulla edhe makina, trafiku ka qenë problem shumë, sidomos në Kroaci. Pra, Kroacia ka qenë shteti më sfidues. Tash me që babi bën 10 vjetorin këtë vit që ka ndru jetë, tash do t'ja dedikoj vrapin babit edhe do shkoj nga shtëpia ime te shtëpia e babait. Edhe unë besoj që për çdo gjë që ne vejmë qëllim jetës, në qoftë se arsyeja nuk është e fortë mjaftueshëm, ëndra gjithmonë ngelen ëndra. Edhe unë kisha këtë arsye shumë të fortë, për këtë arsye nuk e kam çu asnjëherë në përmend që të tërheqem. Sepse kam vujt vet. Edhe e vuj. Por nuk e lej domethënë nuk e lej me mbloku mos i mblokon të përpara. Vrapi ka qenë një faktor shumë kryesor për mua për të përmirësuar cilëtetin e jetës time. Edhe hera fundi që unë jam gjuar për shembull pak se me mendime të tepërta, ishte sot. Është pa besueshme. Vrapor 2600 km dhe ndihesh pa vlerë. Çfarë ndodh? Edhe e bëj pyetjet, ja bësha pyetjen vetit. Nëse s'ndihesh me vlerë tash kur do ndihesh? Që ke 36 ditë që vrapon, po bëni diçka që shumë pak njerëz e kanë bërë. Jo që se kanë bërë edhe më shumë se unë. Por nga Cambridge në Tropoj, besoj se do ketë tjerë ta bëjnë.